që janë gratë dhe vajzat, unë nuk do të ndroja kur me mbështetjen e pjesës tjetër. Mbështetjen e burrave dhe djemve, të cilën pa diskutim e çmoj shumë, si çmoj çdo shqiptar dhe çdo shqiptare që na mbështet. Por mes dy palëve nuk ka asnjë diskutim që unë zgjedh gjithmonë të parat, nënat, bijat dhe motrat. Dhe jo për një, as për dy arsye më shumë, po për më shumë se sa një apo dy arsye. Prandaj edhe sot, në ditën e rënies së gongut të fushatës zyrtare zgjedhore, nuk mund ta nisnim këtë etapë të fundit drejt finishit të 11 majit, përveç se këtu, përveç se kështu, me gratë dhe vajzat, që duke e njohur nga brenda organizimin e Partisë Socialiste, mendoj se meritojnë të quhen me plot gojën komandot e armatës tonë fitimtare në të gjitha qarqet e vendit, të cilat bashkë drejtojnë dhe koordinojnë veprimtaritë e të gjitha njësive të skuadrës, tani më jo vetëm brenda, por dhe jashtë Shqipërisë. Dhe ju falenderoj të gjithave ju këtu në këtë sallë dhe në të gjithë 11 sallet e tjera, dhe përmes jush u çoj një përqafim vllazëror shoqeve, bashkëpunëtorëve tuaja, në çdo nivel të organizimit të partisë dhe deri në çdo njërin nga 5202 organizatat socialiste, duke i falenderuar edhe ato një për një për punën fantastike që keni bërë të gjitha bashkë, për punën në qëndisjen me durim për ditë prej thuajse 2 vitesh, po sidomos duke filluar nga shtatori i shkuar, në të gjithë territorin e Shqipërisë të flamurit të fitores son. Ai flamur që ju keni qëndisur me shumë durim, zonë më zonë, njësi, qendër votimi, do të ambuloj të gjithë hartën elektorale të 11 majit. Dhe në mëngjesin e 12 majit, Shqipëria do të gëdhijet e gjitha e mbuluar me rozë, që është ngjyra e grave dhe vajzave, por që është edhe ngjyra e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Partia Socialiste dhe fuqia e gruas dhe vajzës shqiptare nuk janë sot rastësisht të ndërlidhura kaq shumë me njëra tjetrën. Kjo është një sinergji që është aktualisht shumë domethënëse, sepse ka nisur të krijohet qysh 20 vjet më parë, kur i sapo zgjedhur në krye të kësaj familje politike, unë shkoja vizitoja për herë të parë organizatat tona në për Shqipëri. Partia atëherë ishte në një depresion nga humbja, që riktheu aso kohë në krye të vendit bufin e kënetës sotme opozitare, por mungesën e dritës shpresës e bënte edhe më të padurueshme në ato takime mungesa e grave dhe e vajzave në shumë organizata. Nuk kishte asnjë grua dhe asnjë vajzë. Dhe pastaj ajo që e bënte komplet blackout, dëshpërues takimin e këtij lloji ishte përgjigja e pyetjes time: pse nuk ka asnjë grua sot këtu, pra në organizat. Po ku ka gra, këtu ke ne. Pra në zonë. Pastaj unë vazhdoj me përgjigjen: po juve kush ju ka pjell?
Dhe kur ata nuk reagonin, shtoja dhe pyetjen tjetër, po në shtëpi kush kujdeset për ju? Juve vetë për veten tuaj? Edhe gjithmonë e kam menduar, imagjinoni sikur të gjitha ju të iknit një muaj nga Shqipëria fare. Kur të ktheheshit, ju siguroj që ky vend do ishte i mbushur me burra, me mjekra, me flok gjata, të palar rrugëve e të tjera e tjera. Dhe në ndërkohë, në atë kohë, parlamenti nxinte nga burrat si odë otomane, kurse qeveria e sapo formuar në mos gabojmë kishte vetëm një grua. Atëherë, këtu në këtë parti nisi dhe një revolucion gjinor që ushtri pastaj edhe jashtë kësaj partie, duke rritur gradualisht, por sistematikisht pjesëmarrjen e grave dhe të vajzave në vendimmarrje. Rruga e hapur më parë në Bashkinë e Tiranës,